Mendoj se kam gjetur një super recetë për të bërë sallatën Cezar. Si fillim do vendosim kotoletën e pulës tek pjata, e di që nuk është mënyra e zakonshme, dhe hapi i radhës është që të hedhim sallatën Cezar mbi kotolet. Ja kështu. Këto janë trendet virale të TikTokut, siç ishte ai cheesecake-u japonez. Tani ta provojmë pak si është. Kështu duket super e mirë. Salsa ishte shumë e mirë se unë e provova. Inshallah nuk është e nxehtë kjo. O shumë e mirë. 10 nga 10.